Kandidati i koalicionit Vlem për kryetar të komunës së Gostivarit, Sebaedin Dauti, ka prezantuar programin e tij zgjedhor para qytetarëve, duke e cilësuar atë si ndryshimin që të gjithë e presin. Programi përbëhet nga 7 shtylla kryesore që synojnë zhvillimin gjithëpërfshirës të qytetit, infrastrukturë moderne dhe transport i qëndrueshëm, ujësjellës, kanalizim dhe menaxhim i ujërave, pastërti dhe mjedis i gjelbër, arsim dhe rini inovative, shëndetësi dhe mirëqenie sociale, zhvillim ekonomik dhe punësim dhe qeverisje transparente dhe pa korrupsion. Sa e përket zhvillimit infrastrukturor, Dauti paralajmëroi ndërtimin e një unaze të madhe të re pranë stacionit të zjarfikësve, si dhe një qendër transporti që do të përfshijë stacionin e trenit, atë të autobusëve dhe të gjitha objekteve përkatëse përreth tyre. Ndriçim publik modern, trotuare për kombësor, qasje për persona me aftësi të kufizuara, sinjalizim bashkëkohor dhe menaxhim të trafikut. Do të vendosim një sistem të ri smart parking për parkim të rregullt dhe me pagesë elektronike. Riorganizimi i trafikut me sistem rrugësh, një kashe dhe krijimi i një unaze të mbrëmshme që lidh Goçe Delçevin, Boris Kidriçin, Marshall Tito Jona dhe Beliçicën. Kjo do jetë është ke unaze madhe ati ke zjarfiksit. Ndërtimi intermodal hub pranë bulevardit Goçe Delçev që do të lidh trenin, autobusin, automjetet private, bicikletat dhe skuterët. Kjo qendër do të ketë garazh publik, hapësira tregtare, turizëm dhe mundësinë e një hoteli modern. Ai gjithashtu premtoi ndërtimin e një tregu modern dhe garazheve publike nëntoksore pranë parkut te komuna. Në drejtim të mjedisit, Dauti paralajmëroi ngritjen e 3 pikave për grumbullimin e mbeturinave të forta dhe vendosjen e sistemit të riciklimit në çdo lagje dhe fshat të Gostivarit. Ndërtimi i 3 qendrave për reciklim ku qytetarët mund të sjellin mbetje të mëdha, mobilje, pajisje plastike dhe goma. Do të parashovim në qytet të ndërtojmë 3 punkte, do të 3 qendra reciklimi, ku mund të qytetarët të sjellin mobilje të ndryshme, goma të ndryshme, të cilat i shohim në për rrugë, në për lumej të ndryshëm, do të ato do të jenë vende të caktuara, me shenzim të caktuar dhe nga ndërmarrja do të mblidhen ato njavët ose do të rregullohet mbas mundësive si do mblidhen ato. Në program parashihet krijimi 5 parqeve të reja dhe mirëmbajtje vazhdueshme atyre ekzistuese. Për të rinj, Dauti premtoi krijimin e një fondi për mbështetje financiare për startupe, si dhe subvencione për krijimin e bizneseve të reja në Gostivar. Për moshën e tretë u paralajmërua ndërtimi një shtëpie për të moshuarit. Rezultatet e pritshme. Hapësira sociale për pensionistë dhe shërbim me 24 orë për partneritet me sektorin privat dhe OJQ. Hapësira për aktivitetet ditore, të lexojnë libra, muzikë, puna kreative. Shërbime shëndetësore bazike dhe këshillimore në vend. Fushata për integrimin e moshuarve në jetën shoqërore. Tash kjo shtëpia e pletëve ne parashohim një vend, një lokacion, e tash aty do të shifet shembull mundësia ndonjë investitori ka të interesuar. Ne do të japim tokën, mund të zhvillohet ai partneriteti privat o publik, do të e parashovim si mundësi. Në shtyllën e zhvillimit ekonomik, programi parasheh krijimin e një zone ekonomike për Gostivarin dhe Vrapçishtin që synon të nxjisë punësimin dhe investime në rajon. Zgjedhja e propozuar, zona ekonomike lokale Gostivar Vrapçisht, si zonë industriale. Do të parashovim edhe pjesën kazërma e vjetër ushtarake e dikushme. Është e lanët mazdore, ati do të shohim me Ministrinë e Mbrojtjes, me Ministrinë e Transportit dhe lidhje, çka mund të bëhet, është vend shumë i përshtatshëm për shkak se gjithë infrastruktura veç është aty, e kena të gatshme. Fokus në industrinë e pastër, teknologjinë, agropërpunimin dhe logjistikën. Inkubator biznes startup. Hapësira për zejtarë dhe bizneset të vogla që duan të rriten. Mbështetje për startupin rinore me monitorim, fonde me lidhje me diasporën. Programet e punësimit të rinjt dhe gra. Subvencione për bizneset që punësojnë të rinj dhe gra. Parashohim komuna mbas mundësive të japin subvencione për çdo punësim, për të rinj dhe për gra.
firmave të caktuara. Subvencione për bizneset që punësojnë të rinj dhe gra, po investim në qendër multifunksionale, hapësira për kulturë dhe art, aktivitete sportive dhe rekreative për të rinj. Tregu i diasporës, platformë digjitale për shitjen e produkteve vendore në diasporë, organizimi i panajireve ekonomike gostivar diasporë. Në fund të fjalës së tij, Dauti theksoi se ky nuk është vetëm një program, por një zotim për të ardhmen e Gostivarit. Ai paralajmëroi krijimin e një portali ku shkon taksa ime për të garantuar transparencë dhe llogaridhënie ndaj qytetarëve. Po ashtu 7% e buxhetit komunal do dedikohet për investime që do të përcaktohen drejt për drejt nga qytetarët.